Në kuvend nisi debati për interpelancat e antarëve të Këshillit Gjyqësor. Interpelanca e parë që kaloi ishte ajo e kryetares së Këshillit Gjyqësor Vesna Damevas. Paraprakisht në fjalën e saj për interpelancën, ajo tha se gjithë këto vite ka pasur presione dhe se vazhdimisht është nënçmuar, degraduar, ofenduar, por asnjëherë nuk ka reaguar jo sepse ka pasur frikë, por sepse, siç u shpreh, e ka ruajtur pozitën e saj dhe pasqyrën e Këshillit. Pajtohem me ju vetëm për një gjë, se nuk kam qenë zgjidhja e duhur për antarët e Këshillit Gjyqësor. Është e vërtetë, nuk isha zgjidhja më e mirë për pazare politike, as për këtë, as për pushtetin e kaluar. Askush nuk mund të më friksojë dhe të më heshtë, por politikanëve si duket nuk ju duhen kuadro të këtilla. Ndërkaq, ende pa nisur seanca pati përplasje mes ish kryetarit dhe kryetarit aktual të kuvendit. Talla Xhaferi kritikoi Gashin se ka vendosur që shkarkimi i antarëve të Këshillit Gjyqësor të bëhet vetëm me 61 vota. Shërbimet informojnë që kryetari i kuvendit ka vendosur që shkarkimi i antarëve të Këshillit Gjyqësor, në veçanti të 3 antarëve që janë zgjedhur me shumicë të numrit përgjithshëm deputetëve në 61. Ndërsa Afrim Gashi tërhoqi vëmendjen se me këtë reagim ka thyer rregulloren e kuvendit dhe ju përgjigj se nuk bëhet fjalë për shkarkim, por për interpelancë. Nuk i ka hije një ish kryetarit parlamentit të thej rregulloren në këtë mënyrë, të kërkoj fjalë për diçka tjetër, të paraqitet për diçka tjetër, por s'ka lidhje. Sa i përket, edhe pse nuk kam nevojë të replikoj sepse nuk ishte procedurale, vetëm një shpjegim për hir të opinionit dhe të deputetëve. Nuk bëhet fjalë për shkarkim, po flasim për interpelancë. Dragan Kovaçki, deputeti i Vëmëros, edhe njëherë u bëri thirrje deputetëve të opozitës që të mbështesin këto interpelanca, në mënyrë që, siç tha ai, gjyqësori të jetë i pavarur dhe Këshilli Gjyqësor të lirohet nga ndikimet politike. Disa antarë të Këshillit Gjyqësor kanë votuar për vendime të rëndësishme përmes Viberit nga pushimet jashtë vendit dhe për rastësi ju është ndërprer linja telefonike pikërisht në momentin e votimit. Tani është momenti për vendim, drejtësi ose krim. LSDM këto interpelanca i quajti si jo kushtetuese. Përse është jo kushtetuese, sepse parashihet që interpelanca të bëhet ndaj atyre që përgjigjen para kuvendit. Ato janë qeveria dhe antarët e saj, bartës tjerë të funksioneve publike. Antarët e Këshillit Gjyqësor, përgjithësi mund të vërtetojnë vetëm Këshilli Gjyqësor. Ndërkohë lëvica opozitare bëri me dije se i mbështeti interpelancat e pushtetit. Ne si partia politike Levica kemi vendosur që të mbështesim këto interpelanca, pra duhet të dërgohen te gjyqësori mesazhe se përgjegjësi duhet të ketë tani dhe menjëherë. Nuk mund të kemi persona të këtill, siç janë gjykatësit, të cilët nuk përgjigjen pothuajse për asgjë. Interpelancat janë bërë ndaj antarëve të Këshillit Gjyqësor Vesna Damevas, Tanja Çaçarova Ilievska, Milazim Mustafas, Pavlina Crvenkovskas dhe Selim Ademit, dhe ato janë inisuar nga deputetët e VMRO-DPMNE-s Vlenit dhe Znamit.